Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar në ekranin e News 24 dhe në valët e Radio Rush. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyri që mbrin në studion ton çdo mëngjes. Gazeta shqiptare çelet me titullin Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike të caktojnë koalicionet. Miratohet plani punës për zgjedhjet parlamentare 2017. Afati për regjistrimin e kandidatëve deri më 5 maj, ndërsa për grupimet politike deri më 19 prill. Gjiknuri, të hapur për aleancë me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por nuk i imponohemi askujt. Gazmend Oketa, lëvizja, momenti kur jeta ime mori tjetër rrjedh, fotot e papublikuara të grevistëve, zhgënjimi më i madh kur Shqipëria nuk u antarësua në Bashkimin Evropian, citohet Oketa në intervistë në gazetares Valentina Madani. Gjermania, vende të reja pune për ballkanasit. Mundësi të mëtejshme për kualifikim, që kur të kthehen të vlejnë të eksperienca, ja cilat profesione nuk e kanë njohjen e gjuhës detyrim për aplikim. Shqiptarët duan Enverin, kreu i OSBE-s, sondazhi është i sakt, kanë nostalgji. Licencimi, emrat e 275 mësuesve të arsimit fillor që do të futen në testim. Agjencia, mjekësia nis javën tjetër. Nga Oran Butka botohet opinioni ditës me titull Vetqeverimi shqiptar i Kazasë së Korçës, një ngjarje historike. Nga Mentor Kikia, opinioni ditës me titull Një populli që shpreson tashmë vetëm tek skedinat. Koço Kokdhima, nuk më përjashton njeri nga partia sepse nuk punoj kundër Partisë Socialiste. Intervista Ilir Terolli, i ofrova kafe së shoqes, polici më masakroi. Bashkëpunimi ekonomik, Klik Expo Group, seli përfaqësimi në Ancona. Propozimi kontrollit të lartë të shtetit, të përndjekurit për parësi për kompensimin e pronave, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, shpërblimi për festa, pensionistët, si ndahen parat për çdo kategori. Zbardhet ndarja e shpërblimit të festave të fundvitit, 5 kategoritë e pensionistëve që përfitojnë dhe përfshirja e ndihmës ekonomike. Basha, mesazh gardës së vjetër në Partinë Demokratike për listën e deputetëve. Grupi i ardhshëm 35% të rinj. Partia Demokratike përkujton 26 vjetorin e lëvizjes së dhjetorit. Berisha për Azemin, të lindurit pas 1990-s, nuk e rrokin dot guximin e tij. I pagova kafen së shoqes, polici xheloz më theu hundën, denoncimi 59 vjeçarit, pezullohet inspektori kufirit. Rama dhe Klosi me ministrat e rajonit, hapet zyra për rinim, sipas modelit franko-gjerman. Tiranë, shiste kokainë në lokalet VIP, arrestohet polici i Rem. Dokumenti, Enver Hoxha për njollat e murme, Eduard Rokita, por nuk më pëlqeu. Një opinion nga Agron Gjekmarke mban titullin Replik me Andi Bushatin për Bashën dhe 8 dhjetorin. Nga Doan Dani, të jetuarit e totalitarizmit me përhumbje, nga Lek Tasi, sulmet ndaj fesë dhe joshjet lindore, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, vendimi i qeverisë, hipotekat, rregullat për pallatet e reja, rastet kur dokumentet për certifikatën do t'i paraqes pronari i banesës. Fatura që do të paguhet në zyrën e regjistrimit pasurive të paluajtshme për të marrë tapinë e apartamentit. Afati përfundimtar, tetori vitit 2017, ja kush përjashtohet nga procedura e re. Një opinion nga Zamira Çavo mban titullin Nuk shkohet në zgjedhje me këtë autoritarizëm partjak. Call Center, 3.000 persona do të lënë vendin e punës. Kompanitë që do t'ikin nga Shqipëria pas vendimit të Senatit Italian dhe ato që do të shkurtojnë stafin. Flasin administratorët, rreziku për 22.000 punonjësit e tjerë, ulja e pagës ose prishja e kontratës. Atentat me plumë në kokë, shqiptarit në Kanada luante poker. Fermerët në Kukës, tregtarët nuk në japin kupon për patatet që ushesim. Kultivuesit ngren alarmin për rrezikun e falimentimit dhe penalizimin për të mos përfituar nga skema e rimbursimit. Debati, 3 klanet në Partinë Demokratike, luftë për listën e deputetëve. Emrat janë renditur në gardën e vjetër dhe grupimi të kthyrëve në selim blu kundër të rinjve të Bashës. Çfarë thuhet pas dyerve?
Vendimi i Federatës Shqiptare të Futbollit, Bushi dhe Bogdani ikin nga ekipi i trajnerit Debjazi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo çelet me titullin Dekonspirimet, basti i policisë, Balili fshihet mes Sarandës dhe Tiranës. Drejthiet e dosjes Balili, i quajturi Escobar i Ballkanit, ka mundur të shpëtojë disa operacioneve për arrestimin e tij, edhe pse policia është e bindur se ai ndodhet në Shqipëri në zonën Sarandë-Tiranë. Autoritetet greke i kërkuar i përdor identitet të rrem, ka shkuar edhe në Maqedoni. Zgjedhjet e 2017-s, koalicioni Partisë Socialiste e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Gjiknuri, nuk i imponohemi askujt. Do të ketë një koalicion të ri mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për zgjedhjet e 18 qershorit? A do të mundin këto parti të bëhen përsëri bashkë për ta qeverisur vendin dhe 4 vite të tjera, apo prej shumë kohësh kjo është çështja më e debatuar dhe më e nxehtë në krahun e majt të politikës shqiptare. Basha kërkon ristart të demokratëve nga qyteti Studenti. Luzim Basha me stërime dhe pa oligarkinë e demokratëve gjen sheshin demokracia, ku 26 vjet më parë lindi pluralizmi për të dhënë mesazhet e hapjes dhe të përtëritjes së Partisë Demokratike në prag të zgjedhjeve të 18 qershorit. Procesi i Berlinit, bashkëpunimi të rinjve të Ballkanit, hapet zyra në Tiranë. Armand Bora, çmitizimi i Edipit si psikosë groteske e post-diktaturës. Editoriali sotëm është shkruar nga Ervis Iliaze, mban titullin Zoti President, studioja juaj televizive është presidenca. Një koment nga Gentian Kaprata, Doing Business dhe shakaja e lejeve elektronike. Nga Roland Lami, Homo Corruptus dhe Cannabis. Nga është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu, korrigjim pas korrigjimi. Vetingu, erdha, mirë se erdhe. Në brendësi të gazetës Mapo sot është suplementi Mapo Shëndeti, kolla dhe temperaturat e fëmijës, si jetojnë problemet. Fistikët ulin kolesterolin, kontrollojnë diabetin tip 2 dhe mbrojnë shtatzënin. Gjithashtu në faqen e parë të gazetës Mapo janë dhe titujt Ndikimi rus, Stefan Füle, Bashkimi Evropian të bëj kujdes me Ballkanin. Nëse Bashkimi Evropian distancohet nga Ballkani perëndimor, atëherë lojtarë të tjerë gjeopolitik do të përpiqen të shtrinë influencën e tyre në këtë pjesë të Evropës. Qeveria e Kosovës ndalon punimet për murin tek ura e Ibrit. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Kosovës ka marrë një vendim të tenjtë për të ndaluar kryerjen e punimeve të murit që po ndërtohet në afërsi të urës së Ibrit në veri të Mitrovicës. Është diçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf në faqen e parë sjell titujt Ministria Kodeli, kërcimtare klubeve të natës në Greqi. Gazeta greke Makelio nxin figurën e ministres së mbrojtjes shqiptare, duke deklaruar se Kodeli ka qenë para 25 vjetësh modele kërcimtare në klubet e natës në bulevardin Sigru të Athinës. Grada në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çamëria, dhe pse cilëson Erdoganin si bashkëpronarin e Tiranës. Nuk ka të ndalur babëzia me tenderat. Bashkia Kolonjë tender 121 milion për të administruar buxhetin 300 milion. Bashkia Konispol tender me një firmë të vetme dhe deklaron se nuk ka ankesa. Ja milionat që kanë avulluar në Sarand, Burel, qendrën e bizneseve e tjerë. Një opinion nga Frank Shkreli mban titullin Samir Epishti, lot, lavdi dhe lumnim. Nga Gëzim Lojdia, jepni një krër zonjës V. Vizat e hyrjes në Bashkimin Evropian. Evropa kriteret e reja për vizat. Shqipëria listohet tek vendet e skeduara problematike. Reforma në drejtësi. Vetingu, a nuk do të përfshijë dhe dhomën kombëtare të avokatisë? Letër Komisionit Xhafa dhe ambasadorëve Lu dhe Vlautin për avokatët mashtrues. Ja faktet. Profesor Dr. Agron Fico, ngritja një shteti nga Enver Hoxhaj dhe politika jashtme e Kosovës në optikën e një ministri. Intervist me Viron Bezhanin, presidenti Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, bashkëpunimi në sport, suksesi përbashkët, jap se noti ka rritje cilësore. Mielli kancerogen 7%. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i futur në thasët e miellit që importohet me etiketa për biskotat dhe përdoret për bukë. Me këtë sasi llogaritet që shqiptarët të hanë 2 vakte vetëm me biskota. Sociale dhe psikologji, avokata Gim Gjoleka, sjelljet në qendra turistike. Evdal Nuri, po ti na do shtet, ja pija magjike që kuron edhe kancerin.
Mozaik dhe aktualitet. Ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Eluzi vlerësohet me çmim ndërkombëtar. Kreu i OSBE-s Bert Borchardt. Sondazhi për ish diktaturën, apel për klasën politike të Tiranës. Flet Kiço Mustaqi, ushtria në lëvizjet e dhjetorit, dhe pse Berisha u caktua moderator i grevës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita çelet me titullin "Dy mimi dhe një qymyr i djegur". Personazhet e një sulmi idiot të medias greke ndaj Mimi Kodhelit, që gjoja ka qenë striptiste në një klub nate para 25 vitesh në Athinë. Kush është autori, kush e ka porositur, dhe historia një mimi tjetër që grekët e njohin mirë. Mojkom Zeqa, një letër e hapur për lexuesit e Ditës. Mojkomi, reflektim pas 24 vjetësh për dy çështje që janë substanciale për historinë. Mësues polic, sa rriten pagat, tabelat me shifrat, kur nis rritja. Arsimi fillor 275 të testuarit, licensat e reja, lista me emrat. Intervistë flet Bert Borchardt, ambasadori i OSBE-s, pse e publikuam sondazhin për Enver Hoxhën. Nga Bedri Islami botohet artikulli 8 dhjetori i vrar, pjesa e dytë e këtij artikulli. Nga Arben Duka, kur llumi vendosi të bënte epokën. Intervistë, Kongresi i Neuroshkencave, një bisedë me mentor Petrelën për jetën dhe shëndetin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, Basha, të ikin të vjetrit, radha e të rinjve në Partinë Demokratike. Edi Rama, pajtimi Ballkanit përmes bashkëpunimit të rinjve. Intervista Koço Kokdima, sapo kam filluar lëvizje në Partinë Socialiste, nuk ndaloj më. Një opinion nga Andi Bushati mban titullin Basha, vizita e gabuar në qytetin Studenti. Fushata, nisma e ministrit Tahiri për mbledhjen e armëve, jehon në mediat ndërkombëtare. Raporti, rreth 40% e familjeve shqiptare mbajnë armë. Fushata, Lefter Koka, bashkëpunim me pushtetin vendor për shtimin e hapësirave të gjelbra. Integrimi, Franca, nuk ka kushte shtesë për Shqipërinë, zbatoni reformën në drejtësi. Kryebashkiaku Veliaj, piramidën do t'u rikthejmë qytetit dhe të rinjve. Çështje zgjedhore, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Eluzi vlerësohet me çmimin ndërkombëtar. Aksioni, arrestohet në flagrancë polici, shpërndante kokainë në lokalet e natës. Takimi, Klik Expo Group, Selina Ancona për bashkëpunimin ekonomik me Italinë. Alarmi për ndikimin rus, Fyle paralajmëron Bashkimin Evropian, nxitoni me Ballkanin, ndryshe do të ketë lojtarë të tjerë. Speciale, fotot e rralla të dardhës në vitet 20. Kosovë, ndërtohet muri Berlinit në Mitrovic, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, në faqen e parë, titujt Fatos Klosi, ja 3 çështjet që sollën në Tiranë kreun e CIA-s. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shqetësuar nga rreziku i mujahedinëve. Donald Trump do ndërpres mbështetjen për ta. Fyle, Rusia dhe Turqia do të rrisin ndikimin në Ballkanin Perëndimor. Brukseli të marrë menjëherë masa. Zbardhen emrat për në gjykatën e Strasburgut, ku netrit e Xhafaj dhe Kodhelit sërish në garë, tërhiqet Ina Rama. Ashpërsohet lufta Lalla-Ganaj. Prokuroria nuk tërhiqet nga hetimet pas vendimeve të gjykatave. Ja rruga që do ndiqet nga Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive. Tensionohet situata në koalicionin qeverisës. Negociatat për akcizën e gazit përplasin Partinë Socialiste dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Rama mesazh Metës përmes Gjiknurit. Grid Roy, drejtuesit e Lëvizjes së Dhjetorit u dëbuan nga Shqipëria. Paria krijoi sistemin e kriminalëve. Ja si sigurimi mbante nën kontroll shtetin pas viteve 90. 8 dhjetori përçan demokratët. Luzim Basha braktiset nga dhjetoristët. Lëvizja studentore përkujtohet nga deputetët e rinj. Skema e re për zgjedhjen e presidentit i hap rrugën Bujar Nishanit të rivalizojë Bashën në Korrik. Kreu Demokrat nis mobilizimin e bazës. Dështimi reformës zgjedhore. Skënder Gjinushi, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk duan ndryshimin e ligjit. Kërkesat e OSBE-s janë përdorur si alibi. Arrihet marrëveshja në Bashkimin Evropian. Shqipëria rrezikon rikthimin e vizave për shkak të azil kërkuesve. Privatizimi i laboratorëve, reagojnë shoqatat. Në rast epidemie vendi në rrezik, jemi të vetmit që i japim me koncesion.
Unioni Transmetuesve Publike Europian vlerëson reformimin e radio-televizionit shqiptar, ofron mbështetje me projekte bashkëpunimi dypalësh. Një koment nga Bardhyl Çipi mban titullin "Përse ndjekja penale duhet zëvendësuar me atë civile në keq ushtrimin mjekësor". Nga Azem Parlaku, 8 dhjetori si basti humbur. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt "Partia Demokratike e shpartalluar në Vlorë". Lulzim Basha paralajmëron largimin e gardës së vjetër. Ekstremistët e djathtë grek sulmojnë Mimi Kodhelin. Nuk pranojnë sugjerimin për dorëheqje, shkarkohet drejtoresha e kopshtit në Tropoj. Franca, okej negociatave me Shqipërinë, nuk ka kushte shtesë përveç ligjit të vetingut. Dhjetor 1944, çlirimi i Çamërisë, Koçi Xoxhe dhe pabesia komuniste ndaj popullsisë çame. Nuk bësh dot hamshori grua sime, polici masakron 59 vjeçarin. Nga Merobaze botohet editoriali me titull "Idiot të gjithë Ballkanit, bashkohuni me këta tanët". Nga Andi Bushati, Basha, vizita e gabuar në qytetin Studenti. Nga Enkel Demi, veteranët e festave. Nga Enver Robelli, një qen i çmendur. Antena brenda familjes, flamuri nga Novoseja e Kuksit në Novosel të Vlorës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, dita e rinisë dhe pensioni politik i Ramës. Ky 8 dhjetor zbardhi fatin politik të Edi Ramës, i cili është fati një pensionisti, të cilin koha e ka lënë prapë dhe s'mund ta shpëtoj, me gjithë tentativat për censur, represion dhe blerje zgjedhjesh. Vëzhgimi, në ditën e rinisë shqiptare, Edvini e kaloi kohën me lavde për rininë serbe. Basha, sot kemi autokraci me pushtet në duart e kryeministrit. Së bashku të shembim sistemin e dështuar. 8 dhjetori, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, takime të rinj në qytetin Studenti, aty ku filloi lëvizja studentore 26 viteve më parë. Premtimi, 35% e grupit të ri parlamentar të Partisë Demokratike do të jenë të rinj e të reja, të zgjedhura me votën tuaj dhe sipas aftësisë së tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë për rritjen e autoritarizmit në Evropë. Muri i serbëve në Mitrovic, rezultati i parë i dashurisë Rama-Vučić. Nga Xhemal Ahmeti botohet artikulli "Partitë e Islamit politik në Maqedoni po përpiqen të fshehin shenjat". Nga Chris Patten, kurthi i pavarësisë për Hong Kongun. Nga Gëzim Llojdia, kush ishte Piero Marconi, drejtori i misionit arkeologjik italian në Shqipëri në vitet 1936-1938. Nga Nikolin Lëmezhi, me pende me gjak, Don Alfons Tracki. Një dosje nga Kasrio Dervishi na çon në vitin 1990, ngjarjet e dhjetorit në disa fakte, pluralizëm mendimi dhe forcim të diktaturës së proletariatit. Me 11 dhjetor 1990, Byroja Politike mendonte se duhej forcuar diktatura, pavarësisht se ide ideja se ndonjë shoqat mund ta pranonin që të krijohej. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës 55. Gazeta Standard, kursimet e individëve, vendi me informalitetin më të lartë, ku shkojnë lekët dhe eurot e shqiptarëve. Në Shqipëri vetëm 10% të rriturve kursejnë për moshën e pleqërisë. Ekspertët, përqindja e lartë e kursimeve informale nga aksesi ullët në banka. 8 dhjetori, të rinjtë e Partisë Demokratike protestojnë, jo plerave, drogës, korrupsionit dhe vdekjes. Në qytet Studenti, Basha, 35% e kandidatëve për deputet nga të rinjtë. Vendimi, mallrat e konfiskuara do të shiten me procedurë negocimi, pa shpallje ankandi. Një opinion nga Ndriçi Mehmeti mban titullin "Letre e ministres së arsimit dërguar mësueses Linditës". Homazhe tek shtatorja Berisha, mirënjohje për Azemi dhe studentët e dhjetorit, gjunjëzuan regjimin. Reagojnë ndaj homologut, hakmeren mediat greke, Kodheli ka punuar si balerin në lokalet e natës. Në ish blok, prezantoheshin si punonjës policie, kapen shpërndarësit e kokainës. Në Kakavi, trafikonin emigrantët drejt Greqisë për 200 euro, arrestohet polici dhe 3 bashkëpunëtorët. Marrëveshja mes Këshillit e Parlamentit Evropian, në rrezik lëvizja e lirë në zonën Schengen, edhe për Shqipërinë. Debati dhe reagimet, muri i Berlinit ngrihet në Mitrovic, qyteti kosovar i ndarë në mes. Për te i prallës pranë realitetit, fjalë përmes fotove janë titujt të rubrikave dhe të artikujve që vinë në faqen e parë të gazetës Standard.
Gazeta Rilindja Demokratike në faqen e parë sjell titujt Europa pret ndryshimin. Sot shqiptarët presin mesazhin se ne refuzojmë të jemi sklever të një autokracie të veshur si demokraci. Protesta e 8 dhjetorit, të rinjt para qeverisë dhe bashkisë me thas plerash, kanabis dhe arkivol tek beqa. Nga Lulzim Basha botohet prononcimi nuk ka shpresë tjetër përveç rinis. 2 miliard euro nga trafiku i drogës. Informacionet që vinë tek presidenti tregojnë se mesatarisht është një përfitim për këtë vit prej 2 miliard eurosh nga trafikimi i lëndëve narkotike. Berisha, muri, efekti i paktit Rama-Vučić. John Kerry, autoritarizëm dhe korrupsion. Partia Demokratike, Rama të mos hesht për muri në Mitrovic. Nga Armin Tirana botohet artikulli kush është generali Flynn, Machiavelli i Trump. Këto janë titujt e faqes së parë të Rilindjes Demokratike. Gazeta Fryma e Re, 8 dhjetor 1990, dita e lirisë që u shndrua në ditën e iluzionit të madh. Politikanët dinak devijuan qëllimin e pastër të rinis. Nga Alfred Cako botohet artikulli 8 dhjetori, histori e manipuluar. Bamir Topi përshëndet rinin shqiptare me rastin e 8 dhjetorit. Reforma zgjedhore, Oketa, propozimet e Frymës së Re Demokratike garantojnë thelbin e demokracisë dhe paritetin e votës. Ambasadori Amerikan Donald Lu, Komisioni Venecias, bazë për reformën në drejtësi. Call Center, miratohet ligji, operatorët, sektori në Shqipëri në rrezik. Raporti i Komisionit Evropian për 2010-2015, borxhi publik i Shqipërisë u rrit me ritme të larta. Rrëfimet e rusëve, prova me frikën është ndër torturat më të tmerrshme. Censura artistike, dogana e munguar për artin shqiptar prej 12 vjeçarës, shkruan Petrit Kaziu në faqet e gazetës Fryma e Re. Gazeta Integrimi, 8 dhjetori, dita e rinis, Kejdi Mehmetaj, duhet bërë më shumë për punësimin dhe përfaqësimin e të rinjve. Në kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, rinia shqiptare sot ka nevojë për një shans për të dëgjuar, për të përfaqësuar, për arsimim më cilësor, një shans për një punë më dinjitose. Klajda Gjosha, takimi me sekretarin e shtetit për çështjet evropiane të Francës, Desir. Procesi i integrimit, mekanizmi për të ndërtuar një Shqipëri me standarde evropiane. Lefter Koka, inspektim projektit të gjelbërimit në mjediset publike në përmet, bashkëpunim me bashkinë edhe për trajtimin e mbetjeve dhe menaxhimin e pyjeve. Edmond Panariti në aktivitetin e dhomës britanike të tregtisë, mbështetje për agrobiznesin shqiptar. Sfida jon, ndihma ndaj fermerëve për të zgjeruar aktivitetin e tyre. Flamur Qelaj, do të ketë më shumë siguri dhe shërbim më cilësor nga udhëtarët nga rinasi. Pranohet nga institucioni evropian projekti One Stop Security. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, në faqen e parë titujt Trukimet, UEFA. Autoritetet shqiptare nuk na ndihmuan. Çështja Skënderbeu, zyrtari i UEFA-s, e vështirë të punojë me instancat në Shqipëri. Klubi Korçar kërkon sqarime zyrtare. Takaj, presim përgjigje. Dram në Elbasan, Alikaj, na hoqën bukën një javë. Me sfushorin rrëfen situatën e mjerueshme të Verdh dhe Blut. Na dënuan si në komunizëm. Kemi luajtur duke ngrënë vetëm byrek para ndeshjeve. Një opinion nga Gëzim Sinemati me titullin Mirë Partizanit, po UEFA-s ja anullojmë dot golin. Speciale, Musta skanon portierët, jap se mungojnë golat këtë sezon. Muça mbyll vitin, Mervel trëm Tiranën, qendërmbrojtësi ka dëmtim të rënd, me sfushori ka lënë stërvitjen për gjysmë. Ish kapiteni Sinani, vllaznia të tentoj kupën, por i duhet sulmues. Kombëtarja, Cana dhe Bulku, kandidat për postin e menaxherit. Liga e Europës, Agolli dhe Sadiku jashtë, Inter je mbyll me fitore. Champions, Llogarit, ja që rrezikojnë të mëdhat në short. Juventus, Nedved, kur tek Interi, nuk duhet tituj kartoni. Mercato, Reali plaçkit Dortmundin, akord për 3 yje, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetojë një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.